Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku po takohemi sërish së bashku në emisionin Metropol. Në këtë emisionin e sotëm, nderuar teleshikues, temë të tij kemi një përkujtimore për mikun dhe shokun ton, zotin Albert Spahiu, i cili u nda para kohe nga jeta para 2 javësh, një shok dhe një bashkëdhetar mjaft i spikatur këtu në komunitetin shqiptar, për të diskutuar e për të folur, për të dhënë opinionet për shtypjet tona për këtë bashkëdhetar, për këtë mik dhe shok tonin, kam të ftuar sonte në studio një grup shokësh dhe miq të Albertit, të Benit, siç njihet këtu në komunitet. Kam të ftuar zotin Belul Qela. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti. Mirëmbrëma, është kënaqësi. Kam të ftuar zotin Genci Lifa. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Genci. Kam të ftuar zotin Everest Haxhi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Everest. Mirëmbrëma, Gjoni. Është një emision të nderuar bashkëdhetar që nuk do donim natyrisht ta bënim, por gjithsesi kemi detyrim shoqëror sepse e tillë është jeta dhe ne kemi atë detyrimin për të përkujtuar dhe për të folur për jetën dhe veprimtarinë e tij, e cila është mjaft e larmishme këtu në komunitet. Le të fillojmë pak me një CV të shkurtër të Benit, të Albert Spahiut. Beni është nga Pogradeci, ka mbaruar studimet në Institutin e Lartë të Arteve, sot Akademia e Arteve. Erdhi në Amerikë në vitin 1997, pra në vitin kur Shqipëria u përfshi nga i kaosi i tmerrshëm i famshëm që të gjithë kemi jetuar e parë etj etj, dhe si çdo shqiptar kur vjen në fillim natyrisht në një vend të panjohur, janë momente të vështira për të adaptuar në këtë vend dhe natyrisht edhe Beni ka kaluar në këtë kalvar në të cilat kemi kaluar të gjithë. Për të folur më gjerë rreth jetës dhe veprimtarisë të tij, siç thash, kemi një grup shokësh të cilët kemi qenë miq dhe shok të Benit. Le ta fillojmë, zoti Belul. Gjithsesi, me çdo njeri ka një moment që më vonë bë shok, por ka një moment të parë, të prezantimit, të njohjes, dhe natyrisht nga ky moment krijohen dhe ato opinionet e para. Pra, cili ka qenë prezantimi i parë juaj me Benit dhe cilat qenë përshtypjet e para që krijuat për bashkëdhetarët? Po, në radhë parë, falenderoj ju Giovannin, edhe drejtuesin e televizionit të moment, Eduardin, që na jepni mundësi, në aftoni sot, domethënë për të kujtuar zotin Albert Spahi dhe Tristin Beni. Është diçka e veçantë që ne të kujtojmë një njeri që nuk jeton më midis nesh, por që kujtimi i tij është akoma midis nesh edhe shpresoj të kujtohet për një kohë gjatë. Beni e njoh herët kur ka marrë për të parë në Amerikë dhe takimet i kanë patur rreth viteve 2000. Kanë qenë pak numri më i vogël i shqiptarëve në atë kohë. Edhe kishim kënaqësi domethënë që të takoheshim, të shkëmbenim ato mendimet tona, eksperjencat tona. Kuptohet një fushë në një jetë të re për ne, si emigrant në Michigan, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kuptohet, njëra me Beni ka qenë spontane, por erdhi natyrale. Edhe me Beni kam patur marrëdhënie prej viteve 2000 edhe këtej derisa Beni para një javë domethënë u takuam për të fundit në shtëpinë e tij.
Mund të them që kam kujtimet më të mira. Beni krijoi një personalitet, një karakter, një individuale, si të them, një personalitet individual, edhe një karrierë në komunitetin shqiptar. Po, do flasim më gjërë, po, në opinioni i parë, në takimin e parë, në ato përshtypje, ato krijohet si u kriju baza e komunikimit dhe u vazhdu pasaj, patjetër, për një kohë gjatë. Shiko, një gjë mund të them, Beni nuk ka thënë njëherë jo, më sa mbaj mend, në gjitha takimet, nëse ti do të kërkoje ndihmë nga Beni nuk thoshte jo. Kuptohet, ndoshta nuk do të realizojë për një kohë të shkurtër, por Beni ishte do gjende mundësinë që të gjendej pranë. Por jo vetëm kaq, Beni domethënë me kalimin e kohës ndërtoi edhe personalitetin, individualitetin e tij në komunitetin shqiptar, sepse Beni po, do të flasim më gjërë për të në vazhdim. Dhe jetoi vetëm me shqiptarët. Edhe gjithë bizneset që i kishte me shqiptarët. Po, zoti Genci, po për ju si ka qenë ky momenti, ose çfarë kujtoni nga momenti i parë i takimit me Benin? Përshëndetje. Si fillim dua të shpreh një ndjesi të brendshme. Besoj na shoqëron të gjithëve, në shokëve dhe miqve të tij. Se kisha menduar kur që do të mblidheshim një ditë edhe të bëni një emision të tillë për zotin Spahi. Një ndarje parakoshme në një dimension të thellë dhe të gjerë dhimbje që lë pas. Do të them për shkak të një personaliteti po aq të madh që ai krijovi me mundte, me sakrificë dhe me shpirt të madh human që karakterizonte dhe apo mbarte në vetveten e tij. Unë e kam njohur Benin në rrethana familjare dhe nga ai moment dhe deri në përfundim të jetës së tij ne krijuam një shoqëri që sa vinte dhe konsolidoi dhe forcoi dhe si thua dhe mblidhte, akumulonte kujtime dhe mbresa nga më të mirat. Sigurisht që ai ka qenë një person jo vetëm vizionar, por mbi të gjitha plot vitalitet, plot jetë, të cilën ai e manifestonte në çdo hap të jetës së tij dhe të aktivitetit të tij. Qoftë shoqëror, qoftë social, qoftë familjar, sepse për masat e tij dhe dimensionet e aktivitetet e tij përfshin disa rafshe, siç ju dhe i dini, ndoshta dhe do t'i trajtoni, si në rafshin familjar, si në rafshin social, si dhe në atë artistik apo mediatik. Janë disa rafshe në të cilat Beni jon i dashur ka kontribute të padiskutueshme dhe mundi të krijojë një personalitet këtu në Michigan dhe shpreh bindjen që do t'i mungoj jo vetëm familjes apo ne shokëve të tij, por shpreh bindjen do t'i mungoj gjithë komunitetit shqiptar të Michiganit. Zoti Everest, dhe ju natyrisht në vazhdim të kësaj linje, kur u takuat së pari me Benin dhe pastaj vazhduat miqësinë me te? Beni ishte një shok shumë i mirë edhe kur thua shok, të paktën në atë perceptimin tim të marrëdhënieve dhe shoqërisë, më tani ka thënë të gjitha. Dhe besoj që ashtu ishte Beni, me të vërtet shok i mirë dhe i dashur dhe i kudo ndodhur. Si të gjitha familja shqiptare,
ashtu siç e përmend edhe për Benin e për familjen e tij, me ato sakrificat e fillimit të emigracionit, edhe unë me familjen time kur u vendosa në Michigan, ishin ato momentet e para kur u njoha me Benin nëpërmjet mijëve dhe shokëve tanë. Dhe duke kaluar vitet dhe duke shtuar atë shoqërinë dhe kontributin ndaj njëri tjetrit, dhe është me të vërtet një humbje e madhe, se dhe ne shokët kemi nevojë për të, jo më që familja humbi njeriu e tyre më të dashur, edhe kuptohet që dhimbja është shumë e madhe. Po, gjithmonë kur një shok të cilin e kemi vlerësuar dhe na ka vlerësuar natyrisht përveç dhimbjes, ndjejmë dhe atë mungesën e tij dhe duam që ta vlerësojmë, si më thonë, rikthehemi vlerësimi, sepse kur jemi prezent me te nuk i shikojmë shumë këto, por në jetën tonë kanë spikatur ato vlerat dhe cilësitë e tij, dhe natyrisht ai ishte, të thuash, i angazhuar ose mund ta flasim për të kemi çka flasim, qoftë ishte në disa fusha i angazhuar, në të cilat jepte vlerat, jepte dhe kontributin e tij dhe atë kulturën dhe personalitetin e tij e tregonte në këto. Për shembull, Beni operonte si biznesmen, operonte si artist, operonte si operator mediash, që ishte rasti pronari i ACTV-s, dhe në të gjitha këto fusha mendojmë se ne që e kemi patur mik dhe shok, i kemi vënë re vlerat, talentin, përkushtimin që ai kishte, ose pasionin që kishte në mënyrë të veçantë në aspektin e kulturës dhe të mediave. Por le të flasim shkurtimisht pak, natyrisht kush ka më shumë për të thënë, si biznesmen. Beni në momentet e para, mas i kalum, ka kaluar atë kalvarin, atë vitet e para të gjetjes së pozicionit dhe orientimit, dhe filloi biznesin e tij në ndërtim në Detroit, me të cilin vazhdoi deri në fund të jetës së tij. Dhe një biznes natyrisht të vish, të hapësh biznes, punosh, nuk është e lehtë, por gjithsesi ai arriti të rezistojë deri në fund. Çka tregon për vlerat dhe atë aftësinë që kishte për këtë lloj pune, apo jo? Kush po belush? Shiko, siç e thati, Beni në gjithë kompleksin e tij ka qenë përveç një shok shumë i mirë, që përmend në Zoti Everest dhe më përpara, domethënë një njeri shumë i mirë, ka qenë dhe një biznesmen i suksesshëm, edhe me siç thua, emigrant për herë të parë pa një background në biznes, kuptohet siç kemi anë ato vite. Beni shumë shpejt, me shumë sakrifica, arriti të ndërtoi një biznes të suksesshëm dhe ka qenë i suksesshëm gjithkohës. Kuptohet me një numër të madh në real estate të shtëpive, edhe në e fundit që ishte edhe televizioni, ACTV, domethënë duke ndërtuar me atë njohuritë e tij që kishte, krijoi një situatë, një diversitet, hapi një diversitet në televizionin shqiptar, duke pranuar të gjitha opinionet. Dhe Beni ka qenë i suksesshëm. Ma i mbën një herë, më kujtohet në rreth viteve 2000, domethënë Beni për herë të parë mori, pas një lloj eksperiencë, mori një restorant. Domethënë dikush tha që restoranti është për shitje, Beni tha e marr unë. Nuk zgjati as 24 orë, mori bën një restorantin për herë të parë, e kupton. Pastaj kaloi në real estate me ato vështirësitë që ka patur, edhe ka eci, domethënë jo kushdo ka patur sukses siç ka qenë Beni. Domethënë
është një figurë kompleks pozitive për veten e tij, për biznesin e tij dhe për komunitetin shqiptar. Po, Everest, Beni përveç biznesit të ndërtimit, ndonë se ju përkushtua realisht, ai nuk e largoi vëmendjen dhe preokupimin për të marrë me artin dhe me kulturën, për cilën dhe ishte kualifikuar, si që thamë dhe në hyrje, që kishte marrë Institutin e Arteve, dhe natyrisht ju përkushtua qërësisht edhe medjave, kur mori në pronësi ACTV-in, me cilën ai punoi shumë. Si e vlerëson veprimtarinë e tij në këtë fushë, duke qenë se ke qenë gjithë një pranë dhe ti si gjithë ne në te, dhe çfarë ke vënë re ti në këtë drejtim tek Beni në lidhje me këtë aspekt, sa i përkushtuar ishte? Kuptohet që të gjithë përpjekjet e Benit, pavarësisht se si gjithë shqiptarët që kemi qenë detyruar që të lëmë ato profesionet për cilat neve jemi investuar një jetë dhe për shkaqe të ndryshme apo pamundësive për të ushtruar atë profesionin ton të jetës në vendin ton, u detyruam të emigronim, u detyruam të vendoseshim këtu, pavarësisht se ne domethënë kemi qenë me fat që kemi ardhur në një komunitet i cili na ka mbështetur dhe kemi gjetur ngrohtësinë edhe në ato momentet e para, siç e tha dhe zoti Qelo, që hapat e para që janë gjithmonë të vështira dhe vështirësitë e para janë ato të cilat të krijojnë ato streset fillestare të mbajtjes familjes, sakrificave madhore që komuniteti jonë ka bërë në gjithë këto vite kur është përballur me emigracionin. Dhe siç e thash, emigracioni solli bashk një larmi profesionesh edhe njerëzish shumë të suksesshëm në vendin e tyre në ardhën e tyre. Dhe pavarësisht se ata erdhën ne erdhëm që të gjitha, ashtu si Beni erdhëm me atë objektivin kryesor për të mbështetur familjet tona dhe për të krijuar një të ardhme familjeve tona dhe fëmijëve tanë, dhe u përballëm me të gjitha sakrificat e me të gjitha llojet e profesioneve që mund të siguronim të ardhurat për familjet tona, përsëri atë investimi që kishim bërë gjatë jetës, ata çfarë ishim me të vërtet profesionistë të mirëfillt, inxhinier, doktor, politikan, ushtarak, artist, neve prapë ndjenim atë boshllëkun dhe atë nostalgjin e origjinës sonë dhe çfarë kontributesh kishim dhënë në vendin tonë të lindjes. Edhe këtë Beni arriti që ta bënte edhe këtu. Dhe në shembullin e Benit, edhe ne, jo vetëm ai që ishte artist, edhe ishte artist i mirëfillt sepse ishte investuar, edukuar në vendin e lindjes për këtë, por edhe këtu ai përpiqej që përveç detyrimeve ditore dhe punës edhe mbështetjes familjare, të sillte edhe këtë aspektin e asaj që ishte investuar që në fillim, dhe këtë mesazh na jepte të gjithë neve, gjithë ata që ishim në shoqërinë e tij dhe kishim kënaqësinë të qëndruarit me njëri tjetrin. Dhe këtë
e konkludoi, si thuash, e arriti edhe me krijimin edhe një qerdhe fizike të prekshme, siç ishte televizioni, në cilën neve gjenim veten, vinim, harronim ato hallet e ditës, edhe punën që kishim bërë, edhe vinim këtu që të ndiheshim prap ushtarak, të ndiheshim prap doktor, të ndiheshim prap inxhinier, të ndiheshim prap artist këtu në studion e Benit, dhe të harronim ato hallet e ditës edhe vështirësitë e emigracionit. Edhe këtë bëri Beni. Po të përdor një term, Beni krijoi një platformë për të gjithë ne që të gjeni prap vetveten për atë çfarë kishim humbur në adheun ton, edhe ta gjenim këtu, edhe të shprenim atë, të shprenim veten për të gjetur ngrohtësi, por edhe për të stresuar, për të larguar stresin. Jo vetëm kaq, po dhe për të gjetur vetveten, sepse në fundit ne lam jetën tona të mëparshme në adheun ton, në për statuse të ndryshme profesionale që kemi pasur dhe kontribute të ndryshme që kemi dhënë te adheu ynë. U fokusuam këtu tek familjet, tek puna, tek rritja standardit të jetesës dhe mirëqenia ekonomike. Por përsëri e kishim atë boshllëkun që lam tek vendi jonë, dhe prandaj them që Beni e krijoi këtë platformë për të gjithë ne, edhe kjo është ajo arritja suksesi i tij, që të krijonte një platformë që ne të shprehim, dhe pse jo, në qoftë se do kishte nevojë apo do ketë nevojë adheu ynë, të shprehnim edhe ne një mendim profesional për ato jetë që kemi jetuar në vendin e lindjes. Dhe për zhvillimet atje. Po për të gjitha, dhe këtë e gjetëm te Beni. Kjo ishte ajo platforma dhe kjo ishte ai suksesi më i madh i Benit që krijoi. Dhe nuk ishte vetëm që ne gjetëm atë ngrohtësinë edhe të shprenim veten tonë edhe të gjenim ato çfarë kishim humbur në vendin e lindjes. Por Beni ishte edhe ai, si të them, interlokutori, ai lubrikanti i cili arrinte që t'i sillte të gjitha këto kontribute të mëparshme që kemi pasur ne, t'i sillte brenda kësaj platformës dhe të ndiheshim dhe mirë. Se kuptohet se duhet që të ndihesh mirë, që të fillosh të kujtosh ato profesionet e mëparshme, çfarë kontributesh ke dhënë, si mund t'i japësh këtu, edhe të kesh një platformë të tillë ku ti të shprehësh veten, edhe kjo është ajo që na mungon shumë nga Beni, na mungon ajo ndërthurja, ajo energjia që ai sillte, elasticiteti që kishte, aftësitë e tija në komunikimin shoqëror, që na bënte të ndiheshim mirë. Këtu neve kemi këtu, si thua, do të na mungojnë shumë. Do të na mungojnë shumë, se këtu objektivi jon i vetëm edhe kryesori është familja, që të bëhemi atë, të krijojmë atë standardin e ri tek adheu i ri që kemi ardhur, edhe të mbështesim familjet tona, që të vlerat tona, edhe vlerat tona kombëtare që i kemi marrë prej adheut ton, t'i përcjellim këtu dhe t'i kemi një vlerë të shtuar edhe te komuniteti i këtij adheu të ri që jemi, dhe të kem kontributet. Edhe fëmijët tanë, jo vetëm të kenë ato vlerat e qytetarisë edhe të emancipimit që kanë këtu në adheun e ri, por të kenë atë traditën e prindërve të tyre me cilin janë veste një vlerë shtuar për të. Po, Genzi, edhe ju në këtë aspekt jeni nga shok dhe miqtë e Benit që në studion e televizionit keni ardhur disa herë, natyrisht më vonë se sa në tjerët, por gjithsesi jeni bërë pjesë e kësaj studio, e cila ishte në pronësi dhe në ndërtimin e Benit. Çfarë kujtoni nga prezenca juaj në këtë studio, në raport me Benin dhe me mënyrën se si operon dhe Beni në administrimin e televizionit?
ka bërë përshtypje të thellë pozitive fakti që ai përfaqësonte një njeri me mendje të hapur, open mind. Më thënë, jo vetëm që ishte, si tha zoti Belul, gjithmonë i gatshëm për ndihmuar dhe nuk dinte të theshte jo. Por, ato vlerësime që bëri dhe zoti Everest, por ajo që unë desha të shtojmë mbi këto vlerësime është fakti se ajo i ofronte të gjithë atë mirësi që mbarte në shpirtin e tij për të gjithë, pa dallim. Dhe kjo e bënte atë një personazh apo një karakter me dimension të thellë human. Me dimension të thellë human. Për sa i përket aktivitetit, të tij, unë do të desha të ndalsha te kjo studio. Sepse te kjo studio një njeri si ai me gjithë atë vitalitet që mbarte në vetvete, me gjithë atë energji pozitive që reflektonte jo vetëm tek aktiviteti i tij i ditëpërditshëm, por edhe tek energjia pozitive që ai shpërndante tek të gjithë ne apo tek gjithë komuniteti. Dhe duke shtuar këtu edhe atë që stas po thash më poshtë, një njeri open mind, me mendje të hapur dhe i gatshëm për t'u ofruar mundësi gjithë komunitetit, pa dallim. Pa dallim. Këtu tash s'është koha dhe vendi të përcaktojmë cilat janë dallimet, do ishte e tepërt. Pra një njeri me karakteristika të tilla, plot vitalitet, nëse do të vlerësonim vlerat e karakterit dhe personalitetit të tij, unë do të veçonja vitalitetin, si që thash më poshtë, dhe energjinë pozitive që shpërndante tek njerëzit dhe mirësinë. Mirësinë dhe sigurisht çështja mbitorët është open mind, një mendje e hapur. Po, zoti Belul, u cek pak që Beni natyrisht në një emision nuk arrim të smedan ti paraqesim ose t'ja nxjerrim në pa tëra kontributin, vlerat, sepse ne kemi natyrisht shumë për të thënë, duke qenë shok dhe miq për një kohë gjatë dhe i kemi parë, i kemi të thuash jetuar dhe shijuar vlerat, aftësitë, kontributin e tij, por janë ca gjëra që spikasin pak më shumë, ca kontribute që edhe lën gjurmë më shumë. Dhe natyrisht nuk i kanë të gjithë njerëzit. U cek pak që Beni ishte edhe njeri human. Ju thatë, Veresi, Genci, që jo vetëm në shokëve dhe miqve, por dhe një njeri, thjesht një bashkëdhetar, ai ishte i predispozuar deri në fund për t'ju gjendë kur kishte një javë, kur i kërkohesh një ndihmë. Përveç kësaj, ai kishte edhe, siç u theksuar, kjo aftësi se mund t'jesh human, po dhe du dish si ta përqoshe, si ta kryesh. Ai kishte në mënyrë të mrekullueshme dhe mënyrat dhe aftësitë e komunikimit që të bënte happy, thonë, të lumtur. Apo jo. Si i keni vlerësuar, si e gjykoni në këtë drejtim? Benin, domethënë të flasim për Benin, do duhen shumë kohë, duhet shkruar libër i gjatë të flas për Benin, natyrisht ne jemi në emision më të kufizuar, por ne kemi kujtimet më të mira dhe më të bukura nga Beni, kështu siç u tha nga Genci, nga Everesti. Edhe domethënë dhe unë gjej edhe një rastin të përgëzoj dhe televizionin sot që na jep mundësinë të flasim për Benin, e kupton, sepse në fundit është një respekt për karrierën e tij, për personalitetin e tij, për jetën e tij, edhe domethënë ne jemi në një botë që ka lindje dhe vdekje, por kujtimi
i personit jeton më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe domethënë që të kesh një kujtim, natyrisht ti duhet të kesh qenë dikush, duhet të kesh bërë diçka, por si thua Everesti kapi një pikë shumë të bukur, domethënë që Beni ndërtoi një program që çdo njeri këtu ndjej i hapur dhe i qetë, në të drejtën. Unë vija i lishëm, kënaqesha. Edhe gjeja kënaqësinë time. Edhe unë në atë rast respektoj dhe ju njëkohësisht, edhe Eduardin, Gjemalin edhe ty dhe Eduardin, domethënë që në krijoni mundësinë ne të flasim për Benin, sepse është respekt për një njeri, domethënë. Beni erdhi si Beni ka punuar, domethënë unë kam pat rastin të punoj në atë dikaster dhe Beni ka punuar, mbaroi për arte, por ka punuar në degën e brendshme të Pogradesit si shefi i organizimit. Domethënë, kur jemi takuar për herë të parë, është marrë me shefi i organizimit në degën e brendshme në atë kohë në vitet 90, se Beni ka mbaruar vonë shkollën, domethënë kur erdhi demokracia, pak a shumë po vinte demokracia. Edhe por arti ka qenë pjesë e jetës së tij, domethënë ai nuk arriti dot të shkojë atje ku mbaroi, po kur erdhi këtu me gjithë ato sakrifica, Beni arriti domethënë që ne të na krijonte mundësi dhe ne të fundej edhe në fushën e tij. Fushën e artit, e kupton apo? Edhe mbaj mend kishte kam një kujtim shumë të bukur. Bjeri kishte qejf të bënte një darkë në Baçë, e keni ardhur dhe ju me sa mbaj mend. Po. Erdhi dhe Beni, po një fjalë thash, do vish me kitare, po më tha mua me kitare dhe me filharmonik më tha mua, me të gjitha bashkë. Beni ka qenë një njeri që i qeshur gjithkohës. Njeri i qeshur dhe mbi bazën e sakrificave, siç u përmend më përpara, zotërinë të nderuar, ai arriti të ndërtojë një personalitet dhe një figurë që gjithë komuniteti shqiptar me programin e tij i krijoi mundësi të çdo njeriu të vitë të shprehë mendimet e lira. Ajo që ne na mungon dhe Everesti ka shumë bukur. Na mungon, në fundit ne ndarë shkojmë familjen tonë, kuptohet, kemi detyrimet tona familjare. Por në këtë ambient që krijoi Beni dhe shpresoj edhe në të ardhmen, që jetë i njëjti program ku çdo që ta marrë televizionin, të krijoj mundësi për komunitetin, për çdo individ që të flasë, të paraqes mendimet e veta, siç jemi në një demokraci të hapur tani. Beni hodhi themelet dhe unë shpresoj që kujtimi i tij bashkë me themelet e tjera të vazhdojë për një kohë gjatë. Po, ju e ceket bukur atje dhe natyrisht ne shpresojmë që thatë kur çdo që ta marr, është mirë që ta vazhdojë këtë dhe ta avancojë me tutje këtë formë, këtë metodë, këtë veprimtari, këtë studio, ta zhvillojë më tej qoftë në aspektin teknik, por dhe në aspektin shoqëror dhe komunitar, për ta bërë tamam një qerdhe shoqërore, kulturore dhe atletare. Do ta shtoj, kjo duhet të ishte është dhe dëshira e Benit. Pikërisht. Natyrisht Everesti e ceku pak me të drejtë unë e kisha si një temë ose pikë të veçantë për të folur për të, sepse këtu në këtë pikë kemi shumë, natyrisht. Beni ishte, apo jo, një familjar i mirë, një mik i dashur, dhe shumë i këndshëm në shoqërimet e, apo jo. Po. Këtu kemi kujtime sa dush, apo jo Everest, Genzi, Beni ishte i tillë që vinte në një ambient, nëse ishte ambienti i zymt, a i kthente të gëzuar. E ndryshon dhe ambientin me njëherë në kahjen pozitive. Nëse ajo ambient aty ishte i gëzuar, a i jashton dhe më shumë gëzimin, apo jo? Everest, i tillë ishte pra Beni, apo jo? Ne kemi shijuar, është se natyrisht fjalët dhe ne flasim me një farë në zani nuk nga delë si duhet, sepse natyrisht kemi brenda dhe pjesën e dhimbjes që se kemi ma mes nesh, por gjithsesi koha, jeta që kemi kaluar me te, natyrisht ne na bën krenar që kemi qenë miq të tij dhe shok me te. Apo jo vetë. Unë e konsideroj Beni shok. Kisha shok të afërt dhe pavarësisht asaj dhimbjes që humba një shok të mirë dhe humbëm të gjithë
që jemi këtu një shok e mik të afërt, nuk mendoj kur që gjatë gjithë jetës time kur të kujtoj Benin të mos vë atë buzën në gaz për atë kujtimet e bukura që kemi kaluar edhe për vetë natyrën e tij, edhe energjinë pozitive edhe harmoninë që sillte. Edhe kjo është vlerësim, kuptohet se nëse se ne kujtojmë vetëm ato momentet e bukura dhe ato momentet me të që na bënte që të harronim ato hallet edhe sakrificat e ditës edhe të vinim e të gjenim atë harmoninë me njëri tjetrin. Edhe kuptohet, kujtimet pozitive këtu të sjellin atë buzëqeshën, të sjellin pozitivitetin, edhe harron edhe dhimbjen në ato momente. Edhe kujtoj gjithmonë Beni ishte artist, ishte shumë dimensional. Arti kuptohet që ishte profesioni i tij. Çdo njeri e dëshiron artin. Edhe çdo njeri pavarësisht se nuk është artist, nuk është profesionist, atë elementin e artit, të ndjenjës, të muzikës e ka në shpirt. Me Benin kemi qenë shumë afër se unë kam qenë një instrumentist amator. Pa pasur asnjë lloj investimi përveç asaj dëshirës time, edhe asaj veshjit edhe shpirtit muzikës. Si miku jon, miku tjetër, Jori Luftoni, instrumentist amator. Edhe me Benin i thosha gjithmonë, Ben, i thosha, do vim aty te studio, apo s'dua të flasim për politikë. Hajde të mblidhemi bashkë, hajde bëjmë një grup, të këndojmë ato këngët që dim, edhe kështu edhe shumë herë. Dhe rasti e krijoi që Beni më prezantoi me një shok tjetër shumë të mirë, edhe dua ta përshëndes Metin, një instrumentist shumë i mirë, edhe jo vetëm kaq, po Meti apo Metka si e thrasim neve në shoqëri, tregoi me të vërtet atë besnikërinë e tij si shok shumë i mirë i Benit. Dhe deri në çastet e fundit të jetës, Metka ka qenë atje, me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Sa herë që në pyesja për Benin gjatë kohës që sëmundja po e mposhte, flisja me Metin, Meti më jepte ato informacionet, ato updatein. Dhe me Metin si instrumentist e me Benin dhe krijuam një grup 3 veta, Beni me fizarmonik që ishte më shumë, Metka ose me saksofon ose me klarinet, unë kisha kitarën dhe vinim, harronim atë lodhin e ditës. Ndiheshim mirë me një tjetrin. Dhe në një nga këto ditë i them, ore, hajde të incizojmë mirë këto, se do na ngelen kujtim, edhe i kujtojmë edhe her pas here, edhe sa kisha marrë një telefon të ri atëherë, që i kishe çik më të avancuar ato elementet e regjistrimit jo profesional, kuptohet. Dhe kështu arritëm që 4-5 këngë të mira, domethënë që këngë qytetare shqiptare, i regjistruam, kuptohet, me atë elementin amatorial, edhe her pas here i dëgjoj ato këngë, edhe gjatë kohës kur shkoj në punë, kthehem nga puna i lodhur, i dëgjoj ato dhe vetëm buzëqesh, edhe ndihem mirë, nuk kam më dhimbje, edhe pse Beni nuk është më, nuk kam më dhimbje. E kam Benin aty në ato regjistrime. Edhe them, kjo ishte ajo që na bënte Beni të ndiheshim mirë me një tjetrin. Dhe edhe më pas, edhe ku donim edhe ndonjë shok tjetër që ishte pjesë e grupit, merrnim, flisnim edhe Gjergji Filipi, edhe ai një shok i mrekullueshëm i Benit, dhe ai dhe Merita të dy kanë qëndruar te Beni deri në minutat e fundit. Merita ka bërë një shërbim të jashtëzakonshëm,
edhe tek bashkëshortja e Benit, që edhe ajo u nda para kohe nga jeta, kishte edhe ajo një dhimbje shumë e madhe në ato momente për Benin. Po kjo ishte shoqëria që ishim, edhe kishte edhe shoku tjetër, po i ngusht Gramozi, edhe me vllain e tija Enkelin, që të dy ata shumë të përkushtuar, edhe shumë të mbështetur. Edhe kuptohet edhe shoku Joni Mire e të gjithëve që ka qenë suportues në çdo eveniment ndu eftoni, njeri i traditës, njeri me taban dhe njeri me integritet që ka qenë pjesë e shoqërisë tonë. Dhe kjo na bënte atë që të ndiheshim edhe të ishin si vëllezër binjak, realisht, Beni me Luftonin, sepse kudo ku ndodheshin në ato ambiente krijonin humor, krijonin gëzim, krijonin, si me thanë, miqësi, afërsi dhe ishte kënaqësi të rije në shoqërinë e tyre. Po me Benin kështu ndiheshe, sikur ishte vëlla binjak. Çdo njeri nga neve. Sikur e njëjte për gjithë jetës, kishte një vëlla që t'i dinte që të gjitha ato, edhe të bënte që të ishe vetvetja, të pranonte shakan, të dëgjoje me shumë fleksibilitet e jashtëzakonshëm. Unë Everest kam si gjithë ju, po unë mbas Belulit, më thënë besoj që kam kohë më gjatë që njihem me te, por të tërë kohës që kam qenë me te, kemi bashkëpunuar, kemi shkuar bashkë, kudo, nuk e pash një herë të nevrikosur, të zemruar. Një herë nuk e kam parë, por që ky njeri të prish vetëm buzagaz, shumë dinamik, shumë aktiv vetëm në afrimin dhe në krijimin e ambientit sa më shoqëror në praninë ku ai ishte. Më ka bërë shumë përshtypje. Tani Beni përveç kësaj, unë e vura re këto kohët e fundit, vite fund, kur vajza u bë me fëmijë, sepse përpara unë kam një nip djalin e djalit që vjen shpesh edhe e merja në për kafe, kështu rrinin bashkë edhe ai e pëlqente shumë, si fëmijët janë shumë aktiv. Po më thote, po si ashtu ti habitesh. Dhe kur u bëj gjysh, dhe e merja telefonën ku je, thot, jam ke vajza, thot, tani thot ta di ty sa si që e kanë këta, thot, një shumë i përkushtuar, bile thote, mos më shqetëso se jam shumë i zënë, se jam me dhe. Beni ka qenë familjar i rregull, natyrisht, përveç asaj fatkeqësive që i ka ndodhur, ka qenë një djalë që ka përkushtuar familjes. E suportonte, ai mund të kishte ndoshta probleme kështu, ti nuk e merje vesh, e suportonte gjithmonë, domethënë i jepte vetes kurajo, i jepte vetes një farë mundësie për të qenë i pranishëm, i gëzuar, për t'i dhënë mundësi ambientit për ta kënaqur ambientin ku ai ishte i pranishëm, pavarësisht se ai mund të kishte natyrisht si çdo njeri ka halle, ka probleme tjera. Nëse do ta perifrazojmë, domethënë jetën e tij në mënyrë shumë të përmbledhur, do të thosha, domethënë mashkas nga një shprehje që artist lind apo bëhesh apo kultivohesh apo nuk lind edhe kultivohesh edhe bëhesh artist, por në rastin e Benit janë të dyja. Ai lindi me shpirt artisti, studioi për artist dhe jetoi jetën si një artist. Dhe e veçanta e artistëve do të thosha unë është që përçojnë gjithmonë në një rezatim pozitiv, do të thënë element, dhe kjo e bën atë një njeri unikal, do të thënë të veçantë, që gjithmonë transmetonte jo vetëm energji pozitive, por ndjesi pozitive, ide pozitive, një dinamik pozitive, pra një njeri që në të gjitha dimensionet të cilat ai u aktivizua në jetën e tij,
pozitiviteti dhe energjia pozitive që ai transmetovi në çdo dimension është elementi kryesor ose tipari kryesor i personalitetit apo karakterit të tij. Pra, të nderuar, për të bërë një përmbledhje të këtyre që ne folëm, tham, e kemi shumë për të thënë, por gjithsesi vim në një finale ose në një përmbledhje që një bashkëdhetar i përkushtuar, një shqiptar dhe një mik i mirë, ja ky ishte Albert Spahiu, shoku dhe miku i çmuar, i cili u nda para kohe nga ne, por që me punën dhe veprimtarinë e angazhimin e tij ekonomik, shoqëror, kulturor e adhetar, ka lënë gjurmë në jetën e komunitetit shqiptar të Michiganit dhe në gjithë diasporën shqiptare, dhe do të kujtohet gjithnjë me respekt dhe veneracion. Edhe njëherë nga studia ACTV-s, besoj dhe në emrin tuaj dhe gjithë miqve, shokëve të tij, i shprehim ngushëllimet familjes, Lorit, vajzës së tij, që e donte aq shumë, të afërmve, shokëve, dhe njëkohësisht dhe miqve të shumë të tij. U presh në paqe miku ynë i mirë. Paruar. Ju falemnderit dhe ju për praninë. Natyrisht ne do të zhvillojmë dhe emisione tjera, patjetër për Benin dhe jetën dhe veprimtarinë e tij, vlerat dhe kontributin që ka materializuar këtu në komunitet, në gjithë në jetën dhe veprimtarinë e komunitetit tonë. Mirupafshim në emisione tjera. Inshallah, për të tjera të kemi emisione që të flasim për jetën, për veprimtarinë, sukseset e bashkëdhetarëve. Ju falemnderit për praninë dhe ju të nderuar e teleshikues, mirupafshim në emisionin tjetër.